Adrian Pajaziti do të firmos me Hajdukun e Splitit, mesfushori 22 vjeçar do të qëndrojë kështu në Kroaci pasi përfundoi aventurën me Goricën. Fulham është i gatshëm të heqë dorë nga kartoni i tij, por me një kusht. Klubi i Premier Ligës do të mbajë përqindje nga kartoni, shifër që aktualisht tregohet në 50%. Në anën tjetër, Pajaziti pritet të përfitojë 250.000 deri në 300.000 euro në sezon. Kujtojmë se futbollisti debutoi me Kombëtare në këto kualifikuese të botërorit. Pajaziti mori minuta pikërisht ndaj Anglisë dhe më pas përballë Andorrës, tashmë është gati për hapjen e radhës në karrierë. Adrian Pajaziti duelin me Anglinë do ta mbajë mend gjatë. Mesfushori bëri debutimin e tij zyrtar me Kombëtare ndaj Treluanëve. Pajaziti hyri në fushën e lojës në minutën e 78 të takimit, teksa zëvendësoi Qazim Laçin, 22 vjeçari pa diskutim që ka përjetuar emocionet më të mëdha në karrierën e tij. Në një postim të bërë në rrjetet sociale, shprehet mjaft krenar për debutimin dhe të luajë ndaj Anglisë ishte një ëndër për të, pasi siç dihet ka lindur në Angli. Pavarësisht rezultatit, jam jashtëzakonisht krenar që kam bërë debutimin tim dhe të përfaqësoj vendin dhe ngjyrat që i dua. I lindur dhe i rritur në Londër është një ëndër e realizuar të luaj në këtë stadium ikonik. Faleminderit fansave për mbështetjen e tyre të pabesueshme, shkruhet në postimin e Pajazitit. Kujtojmë se Kombëtari u mposhtë 2-0 nga Anglia në Wembley në ndeshjen e parë të kualifikueseve të Kupës së Botës.